Nëse doni që të mbroni zemrën tuaj, nuk duhet të hani kurrë këto 4 ushqime. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në epokën kur numri i madh i humbjes së jetës në botë shkaktohet nga sëmundjet kardiovaskulare. I përcaktuar si faktori i presionit të gjakut dhe kolesterolit, shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit jetesës, dietat, fitnessi, pirja e alkoolit, duhani, stresi dhe disa faktorë më të rëndësishëm të përgjithshëm. Gjithashtu, për sa i përket dietës, mjekët këshillojnë që në rutinën tuaj të mbani sa më larg ushqime të cilat ndikojnë edhe në shëndetin e zemrës. Patatet e skuqura janë një ushqim i pakëndshëm që shpejt mund të ndikojnë në shëndetin e zemrës falë yndyrave që përdoren në përgatitjen e tyre. Salçiçet me mishra të përpunuara përmbajnë shumë natrium që ndikon te zemra. Gjithashtu, proteina e tepërt dhe vaji i kokosit janë disa prej produkteve të cilat mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të imunitetit.